Ja, pra Emra, edhe ky ishte një pjesë në fakt, një pjesë e disa emisioneve, epizodeve tuaja, të emisionit Shpirtëror janë mes nesh, një emision i cili, siç thash edhe më herët, ka qenë shumë i dashur edhe për shikuesit edhe për publikun, e kanë kërkuar dhe në fakt ka qenë një emision që është vendosur pikërisht të bëhet për muajin e Ramazanit, për të sjellat shpirtërorën mes nesh. Si të duk? Ishte nostalgjike për ty? Në rast parë të falenderoj shumë që këtë fragment bashkë me Fiti Marovcin e keni ideuar të them në këtë formë dhe vërtet ndjej një nostalgji sepse ky emision është realizuar me një dashuri shumë të madhe, me një pasion të pashoq. Kështu që sot sikur përjetova të njëjtin emocion që nga viti i kaluar dhe natyrisht për mua gjithmonë ka qenë një plotësim shumë i madh sepse realisht përpara se të flasim për idenë, kjo nisi si një rrugtim jo vetëm teknik për të shkuar dhe të realizuar, por edhe si një udhëtim shpirtëror lirësh mund të them. Shumë e vërtet dhe së bashku me stafin e televizionit Alsat, pra me ekipin e televizionit Alsat, ju keni lëvizur pothuajse në të gjithë Maqedoninë e Veriut dhe keni edhe në qytete dhe në fshatra, keni vizituar xhami, por që thjesht nuk kanë qenë vetëm vizite këtyre xhamive, keni sjellë edhe rrëfime, biseda, siç e pam edhe pak më herët edhe tek kronika që kishim një përmbledhje, dhe në fakt i fokusuar edhe tek pjesa e trashëgimisë kulturore, për të cilën edhe ne sot do të flasim, sepse nuk janë thjesht objekte fetare ku ne duhet shkojmë të kryejmë një obligim, por që janë trashëgimi kulturore dhe sigurisht edhe shpirtërore. Më thuaj, si lindi ideja për ta sjellë pikërisht në muajin e Ramazanit këtë projekt dhe mënyra e projektit në fakt ishte shumë interesante. Si lindi ideja gjithë këtij projekti? E lindi shumë natyrshëm sepse unë isha në kërkim të një emisionit për të realizuar, për arsye se më herët kisha realizuar emisione me karaktere dhe me motive të ndryshme në sferën e kulturës, në sferën e themit këndin e librit, e talentet e rinj, emisionin e mëngjesi që e udhëheq një bashkë me Era Gjakovën, por ideja filloi prej me që unë jam edhe profesor i gjuhës shqipe, me bashkë me nxënësit kemi realizuar shumë aktivitete që kanë të bëjnë me trashëgimin kulturore dhe shpirtërore. Veçanërisht dua të potencoj vizitat të cilat i kemi realizuar në për objektet e kultit dhe aty sikur u brumos ideja dhe në një bashkëbisedim, në një konsultim me redaktorin për kulturë, në vitin e kaluar, pra arritëm në një gjuhë të përbashkët dhe thamë se të mos jetë një emision i cili i dedikohet trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore. Këtë e fillova me idin për të ndarë në 3 pjesë, pra për mos të ngelur vetëm shpirtërorja, e bashkangjitëm do me thonë edhe aspektin historik, edhe aspektin kulturor, gjë e cila doli në mënyrë të jashtëzakonshme, sepse ishte një ekipi i mrekullueshëm, pra paraprakisht edhe ju e cekët se ne në nivel republikan, themi kështu në për të gjitha qytetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke filluar prej qytetit të Kumanovës e deri në Strug, atje në Ohër, i kemi ecur shumë xhami, domethënë të cilat e kemi hulumtuar të themi një farforme aspektin historik, kulturor dhe atë shpirtëror. Prandaj edhe ideja e emërtimit të këtij emisionit, përveç aspektit historik dhe kulturor, pra vendosëm që të jetë emërtimi i emisionit shpirtërorja mes nesh, pra në mes asaj historike dhe kulturore, në mes le të jetë edhe shpirtërorja. Si kanë qenë edhe komentet apo le të themi feedbacku i njerëzve kur ky emision u transmetua vitin e kaluar gjatë muajit të Ramazanit? Për ty, mendoj, cilat kanë qenë ato komente që ke marrë? Dua të jem jo i sinqert, po më se i sinqert, sepse ky emision kërkohet ende nga qytetarët, nga njerëzit, kudo që i takoj ata, kudo që prezentoj, edhe është, unë lirisht mund të them në radhë të parë njerë për vetveten, është një mungesë shumë e madhe për mua, sepse është gjithmonë ajo dëshira, pasioni kur ne dëshirojmë diçka dhe për një moment ngelimi pa të, e ndjeja një zbrastir shumë të madhe brenda vetës. E lëre më për publikun kur natyrisht kur në çdo mbrëmje, qoftë edhe paradite, qoftë edhe pasdite, po qoftë edhe në mesnatë, që është koha e syfyrit, është transmetuar nga televizioni Alsat,
gjë të cilën unë edhe falenderoj edhe publikisht televizionin që e ka respektuar të themi këtë autorsi timen dhe vazhdojnë që të transmetohet ky emision. E kanë kërkuar shumë, feedbacku thatë ose mendimi i qytetarëve në vazhdimsi kam pasur fjalë nga më të mira, sepse ndoshta është një nga emisionet e para që unë e kisha filluar dhe me idenë si të them e një revolucioni për të ardhur deri tek një emision ndoshta pak një përmas ndryshe që merr nga emisionet e zakonshme, sepse vlerësoj jo vetëm për mua, por për secilin drejtues të emisionit do të ishte ndoshta shumë më e lehtë për ta ftuar mysafirin në studio, por kur ne marrim një rrugë të themi në terren dhe dalim, ecim, përballemi me objektet e kultit, me klerin fetar, me njerëzit të cilët prezantojnë aty, janë duke kryer ritualet, qytetarë të rastit ndoshta që shpesh herë na kanë takuar dhe kanë ardhur, kanë shprehja të kurreshta se çfarë po ndodh. Mendoj që ka qenë një nga, si të them, kënaqësitë më të mëdha për mua dhe lirisht në aspektin filozofik mund të shkëputen në një fjali që me këtë realizim të këtij projekti, të këtij dokumentari, të themi që jemi munduar ta realizojmë, unë sikur që nga kjo botë kam parë një pjesë të parajsës. Prandaj edhe dua të të pyes në fakt sepse sa ka qenë e vështirë jo vetëm nga pjesa teknike, sigurisht sepse ke pasur përkrahjen maksimale dhe i ka ato vështirësitë, diskutohet, lodhja, lëvizja gjatë gjithë kohës, megjithatë ja keni dalë që ta bëni me sukses, por sa ka qenë e vështirë, jo vështirësi le të themi negative, por ato vështirësitë emocionale, se duhet të përmbahesh. Shumë mirë ceke, jo vetëm të atyre, do me thonë, teknike, por edhe atyre emocionale. Unë do të ndalem pak të këto teknike për të kalu pastaj të emocionalja. Natyrisht, ishte pak e vështirë, sepse edhe në aspektin teknik një përgjegjësi shumë e madhe për të ruajtur autenticitetin e xhamis, brendin, jashtë, pjesët, se çfarë marrim, çfarë filmojmë e kështu me radhë, ndërsa aspekti emocional ndjeja një ngarkesë teje të madhe emocionale për shumë arsye, sepse kjo në radhë të parë të flasësh për objektet e kultit e të flasësh për temat të cilët kanë të bëjnë me besimin, me çështjet e besimit, me çështjet e të themi metafizike, është një përgjithësi në radhë të parë dhe duhet të ketë një parapërgatitje të botë kuptimit shpirtëror dhe për të ardhur ndoshta deri tek ideja të cilën e kisha unë. Ideja gjithmonë e imja ishte për të kaluar në atë trinomi, nëse mund të quaj aspektin historik kulturor dhe atë fetar, në aspektin historik ku e kemi filluar, do me thonë, me idenë se kur është ndërtuar xhamia, prej kush daton, kush ka marrë iniciativë të ndërtohet, prej cilës periudhë kohore, do me thonë cilës pjesë periudhës kohore i takon kjo. Aspektet kulturor, se çfarë ruhet, sa është ruajtur brenda, pra për mos të humbur atë identitetin e plot që ka pas ndërshekuj, pra edhe që i ka kaluar padyshim shumë sfidave, dhe aspektin shpirtëror kemi trajtuar një tematik që kanë të bëjnë ose që lidhet me muajin e agjerimit, që lidhen me çështjet e agjerimit, që lidhen me besimin, që lidhen me modestin, që lidhen me empatin, që lidhen me mirëkuptimin, me tolerancën, me dashurinë ndaj njëri tjetrit, pra një gërshetim do të thoja shumë i madh dhe së bashku me klerin fetar dhe jo vetëm, ndoshta kemi pasur raste kur ne jemi takuar dhe me qytetarë të raste që kanë pasur dëshirë ta rrëfejnë ndoshta atë anën, si të them, më sublime të tyren për ta treguar atë pjesën që i përmbush ndoshta besimtarët që ndjekin çdo ditë ritualet brenda xhamisë. Kjo në fakt po, shumë e bukur edhe mënyra se si e shpjegove. Çfarë të kalon më shumë për shtypje nga personat
të cilat i ke takuar, sigurisht dhe ke biseduar gjatë këtij projekti? Kryesisht unë emisionet i kam realizuar me klerin fetar dhe jo vetëm, ndoshta kemi pas edhe takime me qytetarët pas mbarimit të intervistës. Përshtypjet më të mëdha në radh parë vlerësoj mikpritjen shumë të madhe që Kleri Fetar ka organizuar për televizionin Alsat, veçanërisht për drejtuesin këtë raston. Ishte një përgjegjësi shumë e madhe, pash një përgjegjësi shumë të madhe nga ana e Klerit, një përgatitje profesionale, një kujdes të jashtëzakonshëm për ne, sepse Ilmie unë dua të ceki një gjë shumë të rëndësishme, nuk ishte vetëm një emision të realizohet vetëm në aspektin vizual. Unë doja që këtij emisioni të jap shpirtin e muajit agjerimit. Doja që brenda për brenda të marrim atë anën identitare tonën që ne kemi kaluar brenda për brenda historisë, pavarësisht se kush i ka ndërtuar ato. Ne sot i gëzojmë ato, është një popullat shqiptare, është një popullat muslimane e cila i gëzon këto objekte të kultit, trashëgimisë kulturore dhe shpirtërore. Pra është ajo mikpritja në radhë të parë, mirë organizimi dhe natyrisht bisedat që i kemi realizuar. Shpesh herë pas përfundimit të intervistës së bashku me Klerin kemi pas mundësi që të dalim rreth për qark xhamis, pra për të ecur ndoshta ato pikët më kyçe që ndoshta dikush nuk i ka hasur si elemente, qofshin edhe në studime shkencore, po qofshin edhe në përditshmërinë tonë, ose ka edhe momente kur njerëz të cilët kanë jetuar ndër vite aty, por nuk i kanë hasur disa detaje, kështu që ne arritëm t'i kapim ato. Dhe sigurisht ato detaje u dhanë edhe për shikuesit, besoj edhe shikuesit kanë kap disa detaje të cilat më herët, mbase xhamin mund ta kem pas aty, po që nuk i kam parë. Dua të pyes, a ke vërejtur ose cilat kanë qenë mbase, a ka dallime në fakt mes asaj se si funksionojnë xhamit në fshatra dhe qytete të ndryshme? Por para se të kaloj këtu, unë dua të ceki edhe një detaj, sepse në të gjitha xhamit të cilët kemi ecur, ne në fokus e kemi pasur, domethënë çfarë karakterizon ato, cila është specifika e asaj xhamie, cila është tradita që ndjek ndër vite, të themi, e xhamisë. Padyshim që ka diferencë, ka dallim, domethënë xhamit të cilët janë në vende urbane dhe xhamit të cilët janë në vendet rurale, ka një dallim shumë të madh qoftë në aspektin e frekuencës, qoftë në aspektin e organizimit të aktiviteteve brenda për brenda xhamisë, të cilët realizohen si rituale ditore, javore, mujore dhe vjetore. Natyrisht, pra këtu duhet të ndalim sepse kjo lidhet pak edhe me traditën e xhamisë, me organizimin brenda për brenda. Në xhamit e qytetit, vërejta që ka më tepër besimtar të cilët pra prezantojnë në xhami, duke vlerësuar që qyteti është i vetë frekuentuar, është më i madh, ka popullat më shumë. Dhe ndërsa në vendet më rurale, ose më mirë të them në përfshatra të cilat i kam ecur, është shumë e natyrshme, sepse popullata ndoshta është pak, numri është më i vogël, pastaj frekuentimi ndoshta është më i pakt, po megjithatë vërejta, sepse tradita pothuajse është e njëjtë në të gjitha xhamit, në rituale natyrisht që nuk ndryshon diçka, sepse ritualet janë të njëjta, qofshin në një xhami të qytetit apo qofshin në atë të fshatit. Gjë e cila në muajin e agjerimit, pra në traditën e çdo xhamie, është mukabele ose leximi i Kuranit fisnik, që bëhet pra prej fillimit deri në fund. Çdo ditë është nga një xhuzë nga 20 faqe, të cilët e lexojnë hafizlerët ose ata të cilët e kanë memorizuar Kuranin përmendash. Një gjë shumë interesante, sjellte një ngrohtësi shumë të madhe, sepse hafizi lexonte për shembull edhe të tjerët
të cilët din të lexojnë e përcjellin në vazhdimsi hafizin dhe padyshim ndoshta edhe tradita të tjera që i kanë hoxhallarët që i realizojnë brenda për brenda muajit të agjërimit, gjë të cilën edhe pas namazit të ikindisë çdo ditë 20 minutë ose varësisht nga periudha kohore që ka organizuar imami, organizonin ligjerata ose e njohur në terminologjinë pra në përditshmëri si e njohin popullata është nasihate të cilat ose këshilla këshilla shpirtërore pra që i jepen njerëz dhe pra të cilët kanë ardhur edhe për ta ndjekur aktivitetin. Emra, ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të vazhdojmë sigurisht për të folur edhe për trashëgimimet kulturore, se sa ruhen ato, sa i vlerësojmë në fakt, por do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër dhe rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndrojmë me Emra Bilalin, me të cilin flasim sigurisht për emisionin të cilin ai kishte shpirtërorja mes nesh, duke treguar edhe prapaskenat le të themi apo emocionet që ka pasur gjatë realizimit të këtij emisioni, por tashmë do të flasim edhe për ruajtjen e vlerave të trashëgimeve kulturore në fakt. Dhe Emra, unë tash dua të të pyes se sa realisht ruhen vlerat e trashëgimeve tona kulturore ose vlerat kulturore dhe arkitektonike të objekteve fetare në përgjithësi, jo vetëm xhamive, por të objekteve fetare në përgjithësi në vendin tonë. Shumë i receke, në përgjithësi edhe unë këtë vërejta edhe në aspektin e përgjithshëm, domethënë të gjitha xhamit, qoftë edhe në vjeljen e materialit, shumica e objekteve fetare ose gjithsesi ashtu siç e përmendët ju, objekteve të kultit, pra të kryesisht xhamive janë të ruajtura kështu në përgjithësi, por ka në disa xhami, të cilat nuk dua të përmend me emra, por në disa ka edhe ndërhyrje, gjë të cilën nuk e vlerësova, domethënë që duhet prekur aspekti historik i tyre, sepse aty kur ne bëjmë ndërhyrje ndryshojmë edhe të themi atë anën identitare të xhamisë, humbim atë autenticitetin ose të them më mirë atë originalitetin që ka pas që nga koha e ndërtimit edhe deri më tash. Është shumë e natyrshme sepse xhamit të cilat janë ndërtuar në vendet ballkanike e gjithsesi po flas për xhamit në Republikën e Maqedonisë së Veriut që nga Perandëria Osmane, ato kryesisht po flasim i takojnë në shekullit 15 deri në shekullin 19, por lulëzimi të themi i arkitekturës osmane ka qenë diku në shekulli 15, 16 dhe 17, ku diku domethënë përfundon deri në shekullin 19, gjë të cilën i ka rezistuar pra shumë katastrofave të mëdha, tërmeteve, vërshimeve e kështu me radhë, për disa xhami ose disa objekte të kultit prej atyre kanë pësuar, të themi, kanë pësuar dëme të mëdha materiale, ndoshta edhe brenda historisë ndërshekuj që kanë pasur luftra e kështu me radhë, janë djegur, dhe pastaj janë munduar që të bëjnë një rindërtim ose restaurimin e tyre, por sidomos në disa xhami varejta që pjesa e brendshme është fasaduar komplet, që është humbur e gjithë ajo pjesa e vjetër, të themi, ajo pjesa si të shpem sakrale, të themi, ajo më kryesorja është fshirë, është rënuar, dhe një detaj tjetër të cilin e vërejta nga ana e jashtme në objektet e kultit, se janë montuar klima në vende të cilat ka pas shkrime kaliografike, ka pasur simbole të cilat kanë qenë të vendosura që nga koha kur janë ndërtuar dhe kanë hequr simbolet, kanë montuar klimën, sepse i është përshtatur vendi. Por kjo mendoj që është një lëshim shumë i madh. Sa ruhen, vlerësoj që sa i përket anës institucionit fetar, ata mundohen që të bëjnë një kultivim të jashtëzakonshëm për ato objekte.
por në përgjithësi nëse flasin në disa xhami të cilat unë i vërejta kishte lëshime shumë të mëdha, qoftë edhe nga jashtë pjesa e brendshme, qoftë edhe nga ajo e jashtme. Ajo më së shumti që është dëmtuar është pjesa e brendshme, sepse është fasaduar komplet xhamia dhe identiteti, të themi, origjinal i xhamisë ajo më nuk ndodhet. Në një tjetër xhami që vërejta kanë ngelur përderisa është bë fasadimi komplet i jashtëm dhe i brendshëm në tërësi, që i ka humbur komplet ajo të themi origjinaliteti, janë ruajtur vetëm 3 pjesë nga të themi nga ajo e mëparshmja, nga ajo e vjetra, dhe ato i kanë vendosur në një pjesë të xhamit për t'i ruajtur të themi si pjesë historike. Dhe natyrisht se secila xhami kishte atë karakteristikën dhe specifikën e vet që unë dua të ndalem në disa për t'i treguar. Pra xhamia e Pashës në xhamin ose siç njihet e populli xhamia e Larme është ruajtur shumë mirë, pra është ruajtur edhe ana e jashtme edhe ana e brendshme deri në detajin e fundit. Gjë e cila atë xhami e karakterizon shumë ngjyrshmëria, të themi, sepse brenda është një vlerësoj që nuk është vetëm një faltore, nuk është vetëm një xhami, por lirisht mund të them që është një galeri arti, sepse ka piktura shumë të bukura, ka fotografi shumë të mira. Kur them fotografi, kam fjalën për murale të cilat janë vendosur me simbole fetare, shkrime kaligrafike, pra janë menduar detajet për t'ja përshtatur pra edhe formën e perdeve për të ngjitur tek shkallët lartë kur bëhet edhe predikimi javor, por edhe pjesa e jashtme pra është ruajtur, të themi, ajo pjesa më kryesore, dhe detaji shumë interesant që më erdhi, sepse këtu për ndërtimin e kësaj xhamie ka kontribuar edhe gjinia femrore, që kanë qenë 2 motra, të cilët e kanë shitur e gjithë pajën e nusërisë dhe ato të holla i kanë destinuar për ndërtimin e xhamisë. Dhe sot e kësaj dite varret e të 2 vajzave ndodhen në objektin në oborrin e shkollës, ose thon ndryshe në tyrben, të cilën është ndërtuar apostofat për këtë detaj. Në xhamin e Strugës, në xhamin e Mustafa Çelebis, vlerësoj që ajo xhami ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, pra ka luajtur rolin edhe të shkollës ku është mësuar abetarja, dhe mësuesit e parë të Strugës në balkonin e famshëm, në pjesën e mafilit ose në balkonin lartë, kanë ligjeruar lëndën e gjuhës shqipe. Këtë e nxjerra si detaj unë gjatë kulumtimit, dhe minareja pra e ka formën e lapsit. Janë 2 elemente shkollore, janë 2 elemente arsimore të cilat e karakterizojnë këtë xhami, pra nuk ka ngelur vetëm si faltore për të shkuar për të kryer ritualet fetare, por brenda ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në histori, ajo që ka të bëjë me arsimin. Sa i përket xhamisë kryesore në Shkup, të themi xhamia e Sahatit ose xhamia e Sultan Muratit ndryshe, e specifikon dhe e karakterizon gjithashtu minareja që ka 114 shkallë, e që kjo lidhet me 114 kaptinat e Kuranit fisnik. Pra, secila xhami ka atë specifikën e vet, ka karakteristikën e vet, ndërsa xhamin e Allaxhës e karakterizon mozaiku, të gjitha dritarët janë të punuara me mozaik, sepse ngjyrat e perandërisë osmane, të cilët kanë përdorur në ato kohë, është ngjyra e kaltër, e kuqe dhe e gjelbërta. Pra kryesisht këta 3 ngjyra janë përdorur, dhe natyrisht edhe reflektimi i tyre kur bëhet krijon një ambient shumë mistik. Kemi edhe xhamin e Yahya Pashës, xhami në të cilën vërejta se kupola nuk është ndërtuar rëndom si kur të gjitha kupolat në formë rrethi, e cila simbolizon hapësirën, qiellin, universin, por në këtë rast pas djegjes dhe kur është bërë të themi restaurimi i xhamisë, kanë vendosur që kupolën ta ndërtojnë në formë piramidale që i ngjan pra piramidave të Egjiptit. Secila xhami, pra thash,
se e ka atë formën e vetë, mënyrën e vetë, idejen e vetë dhe në përgjithësi janë munduar që të ruhet edhe ana të themi identitare, edhe ana kulturore, po edhe ajo shpirtërore sot e kësaj dite. Në fakt, këto detaje janë shumë të bukura, mbase edhe për disa nuk e kemi ditur dhe kemi mësuar edhe përmes emisionit të cilët ti e pate, po edhe tash besoj ato të cilët nuk e kanë parë, kanë dëgjuar për herë të parë, janë disa detaje që ne nuk mund t'i shohim, mbase duhet dikush t'i rrëfej dhe të tregoj historinë. Dhe e thej që këto nuk janë vetëm objekte për të kryer një obligim fetar, po janë objekte të cilat sigurisht duhet të ruhen, sepse janë objekte kulturore. Dhe këtë në fakt duhet të të pyes edhe çfarë mendimi ke për sepse duhet bëjmë një përmbledhje tash duke qenë se po ja afrohemi fundit të emisionit. Çfarë mendimi ke edhe për rënimin e tërësishëm të objekteve jo vetëm fetare, të objekteve kulturore në përgjithësi, sepse ndodh shpesh që në vendin ton për të ndërtuar një të re e rënojnë atë të vjetrën që në fakt kanë rënuar një pjesë të historisë mbase dhe të identitetit. Dhe çfarë rrezikojnë pikërisht këto objekte qofshin objekte fetare, qofshin objekte të tjera kulturore, çfarë rrezikojnë sot në ditët e sotme? Në radh parë, shembja ose prishja e një objekti që i takon trashëgimisë kulturore, mendoj që në radh parë është një humbje shumë e madhe, qoftë për aspektin, ato janë pjesë e identitetit tonë, do të thonë, objekte të cilat na kanë ndjekur ndër shekuj dhe ja sot ne I gëzojmë pra të gjitha ato objekte dhe gjithë secila në rolin e vet. Rrezikojnë shumë aspekte, do me thënë atë identitar, atë kulturor, atë arsimor, pavarësisht tash po flasim për pa e specifikuar se është objekt kulti apo nuk është trashëgimi kulturore, pra rrezikojmë humbjen, shuarjen e një periudhe kohore, pra e vëmë në harres një periudhë kohore, për shembull njerëzit të cilët kanë kontribuar në atë kohë, në atë objekt, ose veprat të cilat janë realizuar në atë objekt, për shembull, duhet të ketë një arkiv I cili I mbledh të gjitha ato informacione fundja fundit, edhe nëse vendoset që të rënohet një objekt I trashëgimisë kulturore, mendoj që duhet të ruajtur si artefakte në arkive dhe ajo në vazhdimsi pra në periudha të ndryshme kohore argumenton pasjen e tyre, aktivitetin e tyre, veprimtarinë e tyre, punën e tyre dhe në këtë formë pra bëhet edhe ruajtja e trashëgimisë kulturore. A mendon se duhet edhe për pjesën e trashëgimisë kulturore, trashëgimia kulturore të jetë pjesë më e madhe edhe diskutimeve publike, qoftë edhe mësimeve në shkolla, nuk flasim këtu vetëm për objektet fetare, po flasim për trashëgimin kulturore në përgjithësi. A duhet të jetë më e pranishme? Vlerësoj që duhet të jetë biles një lëndë, do të kisha thënë speciale që ka të bëjë me trashëgimin kulturore dhe shpirtërore në për shkollat fillore dhe të mesme, e mos të flasim më për hapësirë mediatike, mos të flasim për dokumentare të cilët kanë të bëjnë me trashëgimin kulturore. Unë personalisht pra kam një lëndë trashëgimia kulturore, që mësojmë për objektet e kultit, mësojmë për muzeet, për galerit, për kishat, për xhamit, e kështu me radhë, pra për historikun e tyre, për aspektin kulturor të tyre, dhe pastaj në pjesën e dytë, ne nxënësit I dërgojmë në për vendet të cilat pra kanë të bëjnë me trashëgimin kulturore, qofshin në për xhamin, qofshin në për kisha, në objektet e kultit, për të njohur me të kaluarën, për të njohur me historinë, për të njohur me arkitekturën e asaj kohe, për të njohur me filozofinë e asaj kohe, të themi, edhe kjo do të ishte një mundësi shumë e mirë pra për njerëzit të cilët janë ndoshta të vënë pas kësaj fushe, edhe ata besoj që në këtë formë, në këtë mënyrë do të ideojnë ideja, do të organizojnë punën e tyre dhe do të sjellin jo vetëm vizita të ndryshme, jo vetëm të themi realizim të emisioneve, por edhe
materialeve të bëhet një përmbledhje e madhe dhe të ruhen, të arkivohen ato, qofshin në aspektin medial, qofshin në aspektin shkencor, qofshin në aspektin kulturor dhe ata historik. Kjo në fakt shumë e bukur dhe mendoj që duhet patjetër sigurisht ta ruajmë sepse është pjesë e identitetit tonë, trashëgimit kulturore dhe unë do doja shumë Emra duke qenë se ti e studion edhe trashëgimin kulturor dhe shpirtëror, do doja shumë që mbase në të ardhmen të kemi edhe një emision veçmas ku do të flasim edhe për trashëgimit kulturore materiale dhe immateriale, duke qenë se edhe ato janë të rëndësishme, të flasim më detajisht sepse sot e kishim një përfshirje të emisionit shpirtërorja mes nesh, por edhe të kësaj. Megjithatë, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit, që ndave nga ky rrugtim që ti e kishe vitin e kaluar pikërisht me epizodet apo me emisionin shpirtërorja mes nesh në televizionin Alsat, sigurisht edhe bashkë me të gjithë stafin, kështu që unë të falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen e emisionit. Kënaqësia ishte e gjithë e imi, unë të falenderoj shumë që e ke patur arsyeshme të më ftosh të flasim pikërisht për trashëgimin kulturor dhe shpirtëror pikërisht në muajin e agjërimit dhe falenderoj gjithashtu edhe kameramanin i cili na ka ndjekur pra në këtë emision, Emir Hamza, gjithashtu edhe Fiti Marovcin i cili ka bërë një punë të jashtëzakonshme duke i falenderuar. Sigurisht dhe të gjithë pjesën tjetër, ato të cilët asnjëherë nuk shihen, po që bëjnë një punë të madhe, që ndodhen gjithmonë pas kamerave, që ndodhen në regji, dhe faleminderit në fakt edhe që e përmende, sepse edhe ne ndonjëherë harrojmë të bëjmë këto falenderime, por që me të vërtet për të arritur, për të realizuar këtë emision dhe emisionet të tjera, ashtu siç e kishe edhe ti, sigurisht që duhet një staf i tërë dhe bëhet një punë e palodhshme, duke na ndjekur gjithë kohës për të qenë prezent pikërisht këtu ne mbasi jemi këtu në studio, por që edhe ata janë prezent pikërisht në emision. Emra, faleminderit edhe një herë. Të dashur shikues.